Do të kem një bisedë në këto momente. Kam në lidhje të drejtë për drejtë zotin Emanuel Bajra, që është njohës i çështjeve gjeopolitike dhe ekspert financiar nga Londra. Përshëndetje zoti Bajra, faleminderit që jeni na dy CNN. Përshëndetje Bruna, faleminderit për ftesën. Donald Trump ka tronditur sërish mbar botën tregje ndërkombëtare, teksa ka njoftuar taksa të reja të importit prej 25% për makina dhe pjesët e makinave që vinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani, për ta kuptuar më mirë, çfarë do të thotë taksa 25% për të gjithë automjetet që shkojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe si kërcënon ta zgjeroj luftën globale e Trump? Po, me të vërtet, jemi në një situatë shumë të rrezikshme në marrëdhëniet globale tregtare, për shkak se një imponim i kësaj tarife për 25% si duket është vetëm fillimi, sepse Amerika ose konkretisht zoti Trump e ka frikën që industria e saj e brendshme e prodhimit të veturave në formën e GM ose General Motors, Tesla edhe Fordi janë në rënje. Shitjet e këtyre veturave janë në rënje për shkak se ka konkurrencë shumë më të madhe nga Evropa, me BMW-n për shembull, me Mercedesin, Benzin, me Toyota, me Renault franceze, me Toyotin koreane, me Hyundai dhe Honda japoneze. Pra, për presidentin Trump në premtimet e tij elektorale, paraelektorale gjatë 3-4 viteve të kaluara, tarifat kanë qenë, si themi, pitendra kryesore e politik bërësti. Tashmë kemi ardhur në një situatë kur tarifat do të futen ose do të imponohen që nga ty rrjedhi i javës së muajit. Çdo komponent që prodhohet jashtë Amerikës edhe që do të kthejnë nëpërmjet kufive të shtetit amerikan, do të ndalohet edhe do të taksohet në 25%. Kjo do t'ja pamundsoj veturave ose kompanive konglomerate sikurse BMW ose Mercedesit që eksportoj vetura ose komponente vetura, që është shumë element të rëndësishëm, por pakës ndryshon nga si themi nga aspekti i nëse e marrim veturën si veturë të njësuar, si njësi e kompletuar, çka mundohet administrata Trump të bëjë është ta ndajë veturën nga komponente. Pra mund ta ndërtosh trupin në Amerikë, nuk do kesh tarifa, por çdo komponent i shtrejt që futet brenda shtetit amerikan do të tarifohet në 25%. Ideja është që të ndalohet eksportet e jashtme, edhe të fuqizohet Fordi, të fuqizohet General Motors edhe komponentë tjerë. Po sa efektive do të jetë kjo në këndvështrimin tuaj zoti Bajra? Do me thënë, sa efektive do të jetë kjo për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Zoti Trump është i parimit Amerika e para. Ai mendon gjithçka punon vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të nxitur prodhimin vendas. Pyetja është, do të jetë vërtet kaq efektive sa Donald Trump mendon? Fundi ai është një biznesmen, është një sipërmarrës. Dhe këtë llogari të tilla i ka bërë. Absolut. Është më rëndësi ta kuptojmë Bruna se këtu nuk është qëllimi vetëm të fitohet aty për aty sot për sot. Ideja është që të dëmtohet eksporti gjerman, evropian, meksikan, kanadez dhe japonez në mënyrë që të krijohet i lehet hapësirë për industrisë dhe reindustrializimit amerikan. Kjo do të jetë efektiv për mendimin tim, për në plan afat gjatë. Në plan afat shkurtër do jetë shumë dëmtues për shkak se po i shohim edhe figurat e fundit, shifrat që dolën sot nga Fedi amerikan, që inflacioni ka filluar të rritet në SBA. Por si duket administrata amerikane i ka bërë detyrat e shtëpisë me elektoratin e tyre, duke i paqësuar ata, duke i thënë atyre që shiko, ndoshta do të kemi pakës dhimbje, do të marrim disa lëndime, disa goditje ekonomike edhe deri diku sociale, por duroni edhe pritni sepse e ardhmja është shumë e mirë. Tashmë e ardhmen është shumë e vështirë të parashikosh se çfarë do ndodhë në një vit ose 2 vite të ardhshme, por ekonomikisht nëse e marrim, gjasat janë që dëmtimet që do i bëj eksportit gjerman, e në veçanti eksportit japonez dhe përgjithësi evropian janë kolosale, për shkak se do i shty tregjet sikurse tregun gjerman, tregun japonez dhe tregun francez të ndërmarrin reduktime të mëdha të stokit. Synimi kryesor i Trump të dëmtoj të tjerë, të dëmtoj tregjet gjermane, kanadeze, kineze? Qëllimi është me shumë shigjeta. Shigjeta e parë është natyrisht mbrojtja e industrisë amerikane, edhe
i industrisë së brendshme, për shkak se mos harrojmë ne nuk kemi dëgjuar shumë nga administrata Trump se a do të japi subvencione industrisë amerikane për ta ringjall industrinë e vet, por si duket ato do ndodhin në fund të këtij viti. Pra e ndal eksportin gjerman ta zëm me BMW ose me Mercedes-Benzin, edhe ja jep një hapësirë të konsiderueshme ta zëm shokut ose mikut të tij, Elon Musk, me prodhimin e Tesla. E ka mohuar zoti Trump diçka të tillë, nuk e bëj për mikun tim, ka thënë. Absolutisht